Sa në gjërë dhe fund që thëmë këtë komision, e para mbi gjitha një herë, cili duhet kuptoj, e mbi gjitha qeveria duhet kuptoj, që si pas Kushtetutës Republikës Shqipërisë, institucioni që ka sovranitetin e plot për të vendosur tatime e taksa është Kuvendi i Republikës Shqipërisë. Nuk është qeveria. Fare, qeveria mund të propozoj këtu, dhe qeverisë mund t'i rrëzohet çdo tatime, çdo taksë që sill këtu, ashtu siç edhe mund t'i miratohet çdo tatime dhe çdo taksë që sill këtu. Por institucioni sovran, sipas Kushtetutës Republikës Shqipërisë, për tatime dhe taksa është Kuvendi i Republikës Shqipërisë. Në këtë rast, një deputet, një komision parlamentar i Kuvendit të Republikës Shqipërisë ka sjellë propozim për rregullim në tatime e në taksa. Të duhet ta kuptoj shumë mirë qeveria më në fund pas 35 vitesh në këtë vend. E dyta që është akoma më e rëndësishme, pavarësia e kuvendit në raport me çdo institucion tjetër, përfshi dhe institucione ekzekutive, është e plot për të vendosur në respekt të interesave të atyre njerëzve që votojnë për deputetët e Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Dhe pavarësia e këtij institucioni në të dyja rastet, edhe për shkak për kufizimin që ka sjellë kushtetuta në raport me tatimet dhe me taksat, dhe pavarësia e këtij institucioni për të vendosur me vullnet plot të deputetëve të tij nuk mund të cënohet nga asnjë ministër, nga as 2 ministra, nga as 3 ministra, nga as 4 ministra, nga as 5 ministra, financash apo bujqësie që kanë kaluar në harkun e 7 viteve kur është diskutuar kjo çështje në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Në asnjë formë, as në formën brutale të votimit kundër, as në formën e butë që sillni ju këtu soft që do mendohemi edhe një herë pasi 6 vite me radhë nuk na kanë mjaftuar për të menduar për këtë çështje. E treta që është shumë e rëndësishme dhe këtu e kam edhe me ju kryetar. Është e turpshme që ministri i financave nuk vjen këtu të përballet për një çështje që shqetëson mbi 45% të popullsisë të këtij vendi dhe që natyrisht impakton një sektor prodhues që është sektori më i madh prodhues në vend. Dhe me një kontribut 19-20% prodhimin e përgjithshëm kombëtar. Është e turpshme. Në harkun e 2 javëve që diskutohet kjo nisëm këtu, unë kam pas atje përballë 3 grupe të ndryshme. 3 grupe të ndryshme. Dhe kjo po, zoti zëvendësministër, është një tallje skandaloze me Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. E me deputetët. Tallje skandaloze. Një herë gjej ministrin, një herë gjej zëvendësministrin, një herë gjej sekretarin e përgjithshëm, një herë gjej drejtoreshën, një herë gjej përgjegjësen. Dhe ky po është tallje me që ju ngeli atri. E katërta që është shumë e rëndësishme, e thash në Komision e Ligjeve, po ja u them dhe ju me që jeni të radhës që vini për këtë gjë. Unë nuk kam asnjë lloj interesi personal në këtë histori. Prindërit e mi nuk banojnë fshat. Prindërit e mi s'kan toka në fshat. Unë për vete s'kam trashëguar asnjë gjë në fshat. Fare zero. Po të lutem. O Albana, ka mundësi i sekond, të lutem. Unë po punoja në fshat. Dhe ky shqetësimi që është këtu, është shqetësimi krijuar nga Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë. Dhe është krijuar në mënyrën më banale të mundshme, dhe ai zotëria që keni atje në krah e di shumë mirë. Kjo të vësheja u shkatrua me ligj, se Ministri i Financave asaj periudhe kishte siklet madh nga Erion Braça. Mendoi që ky do bëhet ministër bujqësie dhe po ja shkatroi sektorin para se ky të bëhet ministër bujqësie. Ja për kaq është